تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin Allah të fillojmë, Allah në falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnikët dhe të gjithë atyre që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun të na bëjë edhe neve prej tyre, gjithashtu elusim Allahun që këto kuvende t'i bëj kuvende të begata, ku melekët i shtrin flatrat e tyre, zbret mëshira Allahut dhe qetësia e tij, dhe Allah na përmend tek melekët e tij në qiell. Gjithashtu elusim Allahun që ku të qohemi nga ky vend, të qohemi me mëkate të falura dhe të kemi fituar dituri të dobishme. Herën e kaluam e kemi shpjeguar vargun ku autori ka thënë: "Wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jahratan, kama al-badru la yakhfa wa rabbuka awdahu." Thuaj, Allahu krijesave do t'ju shfaqet botërisht, si hëna e plot, madje Zoti yt do të shihet më qartësisht. Ky ka qenë vargu i parë ku autori flet për të parët e Allahut apo shikimin e Allahut subhanahu wa taala. Tash autori ka më përmend një varg tjetër, prap ka më pasu me disa vargje që flasin për këtë temë. Besimtarët, të nderuar vëllezër, kanë me pa Allahun subhanahu wa taala në botën tjetër. Pse kanë me pa? Si nderim nga ana e Allahut, nga se në këtë dunja e kanë adhuru pa e pa. Kështu që Allahu kam i shpërbly dhe kam i u shfaq dhe do ta shohin Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa qafirat jo besimtarët në këtë botë nuk e kanë besu. Për atë arsye as në botën tjetër nuk kanë me pa Allahun subhanahu wa taala. Njerëzit rreth kësaj çështjeje, pra se a shihet Allahu apo jo, ndahen në 3 grupe. Grupi i parë janë ata të cilët e kanë mohuar se Allahu shihet në ahiret nga ana e besimtarëve. Në këtë grup bëjnë pjesë kush? Bëjnë pjesë ibadit, të cilët janë një grup prej xhavarixhve, bëjnë pjesë rafidit, xehmit dhe mu'tazilit. Ky është grupi i parë. Grupi i dytë janë ata të cilët e kanë pohu se Allahu shihet edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Kjo është një grup prej disa sufive. Kjo fjalë ngërthen në vete edhe hakun edhe batilin. Ku është haku dhe ku është batili? Kush e din? Hajde. Batili është në dynjë, që nuk shihet Allahu azza wa jalla. Po? Se na do të shihet. Po. E kota aty në është se në këtë dunja ata kanë thonë se shihet Allahu. Pra kjo është e kotë se Allahu subhanahu wa taala nuk shihet në këtë botë. Ndërsa e vërtetë është se Allahu do të shihet në botën tjetër. I kena marrë ajetet, mos ta përmendim rastin që Musa i ka kërkuar Allahut, o Allah më shfaq të shoh. Allah i ka thënë nuk mund të më shohësh, ta kemi treguar se kjo pjesë e zalen nuk është për qëllim mohim i përgjithmonshëm, mirë po ka qenë mohim që Musa i nuk ka pas mundësi ta shoh Allahun në atë moment. Grupi i tretë dhe grupi i vërtet, mendimi më i saktë i Ehlusunnetit dhe Xhamatit është se Allahu nuk shihet në këtë botë, mirë po do të shihet në botën tjetër. Allahu subhanahu wa taala na bëft të rris këtë begati. Mirë po mbajnë mend një rregull. Ehlusunneti dhe Xhamati besojnë se shikimi i Allahut në këtë botë është i lejueshëm dhe i mundshëm. Mirë po nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë. Ndërsa shikimi i Allahut në ahiret është i lejueshëm dhe do të ndodhë. A e kuptuat? Shikimi i Allahut në këtë botë është i mundshëm dhe i lejueshëm, mirë po nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë. Dhe shikimi i Allahut në ahiret është i mundshëm dhe do të ndodhë. A është e qartë? Qysh? Na tham Allah nuk shihet, mirë po a mund të shihet? Mund të shihet. Mirë po a do ta shohin robërit e tij këtë botë? Jo. A është e qartë? A mundet më pa? Logjikisht mundet më pa. Se Allah ju ka shfaq kujt? Ju ka shfaq një mali, një krijesë të tij. Ka mund të më shfaq edhe robërve të tij, mirë po një gjë e tillë është caktuar nga ana e tij që mos ta shohin robërit e tij në këtë botë, mirë po ta shohin në botën tjetër. Për këtë arsye e lexojmë ajetin Musa alayhis salam që ka kërkuar me pa Allahun, edhe Allah i ka thënë që nuk mund të më shohësh. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë,
ta dini se askush prej jush nuk do ta shoh Allahun, Zotin e tij, derisa të vdes. Pra në këtë botë, kërkush nuk e shën Allahun, është e mundshme logjikisht, racionalisht, është e mundshme. Mirë po, a ka pa dikush, a do ta shoh dikush Allahun me sytë e tij? Nuk ka mundësi me pa, nga se një gjë e tillë është e pamundur, nga se Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë mohu një gjë të tillë. Për faktin se shikimi i bijve të Ademit është i dobët me mujt me përballu nurin e Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është nga paaftësia e atij që shikon, pra njeriu, e jo nga pamundësia e vet shikimit të Allahut subhanahu wa taala. Allahu, vëllezër të dashur, do të shihet në dy vende. Vendi i parë do të shihet në Arasat, në sheshin e ditës së gjykimit. Dhe vendi i dytë do të shihet në xhenet. Dallimi ndërmjet dy shikimeve është në dy aspekte. Aspekti i parë, shikimi që do të jetë në sheshin e ditës së gjykimit, është shikim sprovimi dhe njohjeje. Ndërsa shikimi që do të jetë në xhenet është shikim për t'u begatuar dhe për t'u nderuar. Kjo aspekti i parë. Aspekti i dytë, shikimi që do të jetë në xhenet është i veçantë për besimtarët. Ndërsa shikimi që do të jetë në sheshin e ditës së gjykimit është i përbashkët edhe me të tjerët. Ky sipas mendimit më të saktë të Ehlus Sunnetit. Sepse ky shikim është për sprovim dhe njohje, pra që ka të bëjë me ditën e gjykimit. Kështu që do të ndodhë për të gjitha krijesat, ndërsa begatimi dhe nderimi do të ndodhë vetëm për besimtarët në xhenet, të cilët do ta shohin Allahun subhanahu wa taala e jo për të tjerët. Këtë ka përmend shehu i nderuar Salih al-Usaimi, Allahu e rujt. Dikush mund të më pyet si ka mundësi besimtari me pa Allahun në botën tjetër, kur Allah i lartësuar ka përmend se Musa nuk kishte mundësi me pa. Thot Allahu, wa kharra Musa sa'iqa. Ndërsa Musait i ka rat fikt. Ka thënë Allahu këshire kodrën, që se mund të me përballu me pa mu, atër kime mujtë edhe ti. Mirë po, kodra, qa ka ndodhë me kodrën? U bo pluhur. Kështu që, s'ka mujtë me përballu, a i mal i madh, a i kodrë e fuqishme, s'ka mujtë, kështu që as Musaja a.s. Nuk mundet me arrit një gjë të tillë. Atër ne themi se Allahu dhul Xhelal është ai i cili është i fortë dhe i plot fuqishëm, i cili u jep robërve të tij forcë në botën tjetër për me pa Allahun subhanahu wa taala. Mirë po ky do të jetë shikim nga ana e robërve, do ta shohin Allahun me sytë e tyre. Pra do të jetë shikim nga ana e robërve me sytë e tyre, do ta shohin Allahun subhanahu wa taala, mirë po nuk do ta përfshin të tërin. Nuk do ta përfshin të tërin. Pra kjo është ru'ya, nuk është ihata, i thënë. Ose idrak. Pse? Thot Allahu dhul Xhelal, la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absar. Shikimet njerëzore nuk mund ta arrijnë atë, ndërsa ai përfshin të gjithë shikimet e njerëzve. Për këtë arsye dikush është bazuar këtë ajet ka thonë Allah nuk shihet, se ka thonë shikimet njerëzore nuk mund ta përfshin atë. Ne i themi jo. Përkundrazi kjo është argument se Allah do të shihet. Mirë, por nuk do të përfshihet i tëri. Tash na më dal për shembull me pa hanën, a e shohim? A e shohim komplet? Jo. Diellin a e shohim? A e shohim komplet? Jo. Po ashtu edhe Allahu dhul Xhelal, të cilit i takon shembulli më i lartë, e shohim por nuk e përfshim të tërin. Andaj qëllimi me këto gjana është se me pohu se Allah shihet në botën tjetër me sytë e ballit nga ana besimtarëve. Kjo gjë është pohu me Kur'an, me sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me ixhmajin e dietarëve, me fjalët e dietarëve që i kanë përmendur në librat e tyre e kështu me radhë. Derisa ne kalum i kemi përmendur ajete, ndërsa sot po i përmendim
dy hadithe. Hadithin e Xherir ibn Abdullahut, i cili tregon një natë duke nejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa hanën dhe ka thonë: do ta shihni Zotin tuaj ashtu siç po e shihni hënën, pa pas vështirësi. Po patët mundësi që të mos ju pengoj asgjë për me fal namazin e sabat dhe të ikindis, bëjeni. E ka lidh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikimin tek ai me faljen e namazit të sabat dhe të ikindis. Po dënë me thonë që kujdesu për këtë dy namaze, sa është rrugë që të ndihmon ti me arrit atë begatinë më madhështore në xhenet për me pa Allahun Dhul Xhelal. Pse ka përmend këto dy namaze? Nga se namazi i sabatit është namaz ku njerëzit janë në gjumë. E duhet me pas baragi iman për me përballu, muçu edhe me marr avdes me dal në xhami me fal namazin. Edhe vlera shumë të mëdha që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij për faljen e namazit të sabatit. Po ashtu ka përmend edhe namazin e ikindis. Pse? Nga se është mesditë. Njerëzit janë të angazhuar me punë, hajde se s'po falem ose falem ma vonë diçka, për këtë arsye hafidhu ala salawati was salati al-wusta. Ka thënë Allahu, kujdesuni, ruajini namazet, posaçërisht namazin e mesëm. Kush është namazi i mesëm? Namazi i ikindis. Andaj kujdesemi për këtë namazet, sidomos për këto dy namaze që ta arrijmë me pa Allahun subhanahu wa taala. Hadithi i dytë është hadithi i Ebu Said Khudriut, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: me të vërtetë do ta shihni Zotin tuaj të lartmadhërisëm. Sahabët thanë: do ta shohim Zotin ton? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: a pengoheni për ta parë diellin në mesditë? Ata thanë: jo. Tha: po hënën e plot, a ju pengon diçka për ta parë? Ata thanë: jo. Tha: vërtet nuk do të pengoheni për ta parë atë, ashtu siç nuk pengoheni për ta parë diellin edhe hënën. Pra, Allahu Dhul Xhelal, sipas këtij hadithi dhe haditheve tjera, do të shihet në botën tjetër. Tash vazhdon autori dhe thotë: "Walaysa bi mauludin, walaysa bi walidin, walaysa lahu shibhun, ta'ala al-musabbahu." Apo, do të thonë njerë foli për çfarë teme foli? Për shikimin tek Allahu subhanahu wa taala, apo shikimin e Allahut subhanahu wa taala. Më saktë është me thonë të parët e Allahut, po s'kuptohet gjatë ligjërimit, e po themi shikimi i Allahut. Tash për përmend një strofë interesante. Ai nuk është i lindur, e askush nuk ka lindur nga ai. Nuk ka as të ngjashëm, i lartë i pastër qoftë ai. Ku e ka marrë autori këtë varg? Surën e Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Apo kemi thënë që këta dietar çdo shprehje kanë marrë nga ajetet kuranore apo hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam që më dal më saktë edhe pa gabime. Fjala e autorit, ai nuk është i lindur, pra Allah i lartësuar nuk rrjedh nga një bazë që kështu të jetë dëgzim i saj. Allah është i pari, i cili nuk ka fillim dhe i fundi, i cili nuk ka mbarim. Fjala e autorit, askush nuk ka lindur prej tij. Pra, nënkupton se Allah nuk ka as fëmijë e as bashkëshorte. Këtë varg autori ka marrë prej surës Al-Ikhlas, lem yelid wa lam yulad. Ai as lind, as është i lindur. Po ashtu, prej ajetit bediu samawati wal ard, anna yakunu lahu walad. Bediu samawati wal ard, anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba. Allah është krijuesi i qejve. Si vallë të ketë ai fëmijë kur nuk ka bashkëshorte? Kur thot një i krishter që Isai është biri i Zotit. Ti thuj, po gruaja e Zotit kush është? Fakti që Allah nuk ka grua, tregon se nuk ka as fëmijë. I pastër nga kjo që ja shoqërojnë idhujtarët është Allahu subhanahu wa taala. Fjala e autorit nuk ka as të ngjashëm. Po askush nuk është i barabartë dhe i ngjashëm me Allahun subhanahu wa taala, as në qenjen, veten, dhatin e Allahut, as në emrat dhe cilësitë e tij dhe as në veprat e Allahut subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Këtu e ka marrë domethënë autori, dhe askush nuk është i barabartë apo i krahasueshëm me Allahun, dhe ajeti kuranor lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Asgjë nuk është i ngjashëm me Allahun, ai është gjithëshikuesi, ai është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi. Fjala e autorit i lartë, pra madhështia e tij është e lartë, që ai të jetë i lindur ose të ketë fëmijë apo të ketë dikush që është i krahasueshëm me të. Fjala e autorit e i pastër qoftë ai, pra i pastër nga të gjitha mangësitë është Allahu subhanahu wa taala. Kjo sure, pra surja Al-Ikhlas, është një sure madhështore ku i përmend Allahu në të tri llojet e tauhidit: tauhidin rububie, tauhidin uluhie dhe tauhidin esma wa sifat. Pra veçimin e Allahut në zotërim, veçimin e Allahut në adhurim dhe veçimin e Allahut me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Kurani vëllezër ngërthen në vete tri lloje. Lloji i parë, gjëra ku përmendet tauhidi, siç përmendet në surën Al-Ikhlas. E dyta, gjëra ku sqarohet halali dhe harami, dhe e treta, gjëra që kanë ardhur sa u përket lajmeve dhe tregimeve të popujve të mëhershëm. E thash surja Al-Ikhlas, surja Al-Ikhlas çfarë përfshin? Përfshin tauhidin, që e bjerë 1/3 e Kur'anit. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Pasha atë në dorën të cilët është shpirti im, ajo vlen sa 1/3 e Kur'anit." Që i bjerë 3 herë me lexu surën Al-Ikhlas, i bjerë ke bo hatme Kur'anin. Vile ka hadith, a qa që pa aftë është ndokush për jush që nuk e lexon në 1/3 e Kur'anit, do më thonë gjatë gjumit para se me fjetë, shumë thjesht është me lexu 3 herë edhe e ke bo hatme Kur'anin në shpërblim e jo në lexim. Po ashtu, Ebu Hurajra transmeton, njëherë i dërguari i Allahut doli te ne dhe tha, sallallahu alaihi wasallam: "Do t'ju lexoj 1/3 e Kuranit", dhe pastaj ka lexuar Kul huwallahu ahad, Allahu samad deri në fund. Te fjala që Allahu subhanahu wa taala as nuk është i lindur, te fjala që Allahu subhanahu wa taala as nuk është i lindur, e kemi as nuk ka lindur askush prej tij, kemi replik ndaj 3 grupeve të cilët i kanë pohu Allahu çka? Evlad. Grupi i parë janë Jahudit, grupi i dytë krishterët, grupi i tretë mushrikët. Hajde me ran. Hebrejt çka kanë thonë, apo Jahudit? O qalet il yahudu Uzairun ibn Allah. Jahudit kanë thonë Uzairi është i biri i Allahut. Krishterët çka kanë thonë? Wa qalet an-nasara al-Masih ibn Allah. Te krishterët kanë thonë Mesihu apo Isai apo Jezusi është i biri i Allahut. E idhujtarët mushrikët çka kanë thonë? Allah ka vajza, subhanallah. Kanë thonë se Allahu ka vajza. Allah t'ja kanë thonë vajzat e për veti kanë përvetësu djent. Sa të poshtër. Thëtë Allahu dhul Gjelal: "Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun." Ata ja veshin Allahut vajzat, i lartësuar është Allahu nga kjo gjë, ndërsa për vete i adreson vetes atë që dëshirojnë, pra djent. Do më thonë, i kemi 3 grupe, Jahudit, të krishterët edhe idhujtarët. Mirë, çfarë ndërlidhje ka mes ajetit që Allah do t'i shfaqet, fjalës së autorit që Allah do t'i shfaqet robërve të tij, që kena marrë herën e kaluar, tash kjo strofa që Allah nuk është i lindur e kështu me radhë, tash mas kësaj vjen edhe një varg tjetër që Allahu dhul Xhelal që ka të bëjë me shikimin e Allahut. Pse ka shtin mes autori, do më thonë, vargun, ai nuk është i lindur, e askush nuk ka lindur nga ai, nuk ka as të ngjashëm i lartë e i pastër qoftë ai. Pse ka shtin mes këta? E ka shtin mes autori këtë varg për me pohu se Allahu dhul Xhelal shihet dhe më kundërpërgjigj
mohuesve të cilët e kanë mohu shikimin e Allahut duke pas frikë gjëra se Allahu kështu po përngjasohet me krijesat e tij. Ne i themi që Allahu dhul xhelal shihet dhe asgjë nuk i përngjan Allahut subhanahu wa taala. Autori vazhdon e thot: "Wa qad yunkiru al-Jahmiyu hadha wa indana bimisdaqi ma qulna hadithun musarrih." Vërtet këtë gjë Jahmiu e mohon, por këtë që po themi hadithi i qartë e pohon. Çka mohon Jahmiu? I mohon cilësit po në këtë rast? A mohon se Allahu nuk i ka lind kërkan as nuk është i lindur? Jo. Është për qëllim, Jahmiu e mohon shikimin e Allahut. E po thot autori, ne për këtë gjë kemi hadith të sakt e të qartë, që tekstualisht e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Allahu do të shihet. As tërthorazi nuk është. Allahu ka mu pa, keni me pa Zotin tuaj. Ku ka më qartë. Fjala autorit për këtë që po themi, hadithi i qartë e pohon, pra ehlu sunnetit dhe xhamati e pohojnë se Allahu dhul xhelal do të shihet në ditën e gjykimit, hadithi i cili nuk pranon asnjë interpretim. Dhe vargu i fundit për sot, rawahu Jarirun an maqali Muhammedin, faqul mithla ma qad qala fi dhalika tanjahu. Jariri nga fjalët e Muhamedit e përcjell transmetimin. Andaj thuaj ashtu siç tha profeti që ta gjesh shpëtimin. Pra këtë hadith që profeti Allah do të shihet e transmeton Jariri. Vetëm Jariri? Jo, e Burera dhe sahabë të tjerë. Mirë po, për shkak të strofës apo vargjeve, autori ka përmend Jarir ibn Abdillah el-Bajali. Pra, ky sahabi i nderuar e transmeton hadithin që Allah do të shihet. Hadithet, të nderuar vëllezër, se Allah do të shihet, janë hadithe mutawatira. Hadithe që kanë arrit shkallën më të lartë të saktësisë dhe të autenticitetit. Pra, nuk ka më dyshje. Nuk ka më dyshje që Allahu dhul xhelal do të shihet në botën tjetër. Jariri ka thonë radiallahu anhu, një natë duke nejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e pa hanën e plot dhe tha: "Do ta shihni Zotin tuaj, inekum se tarawna rabbakum kama tarawna al-qamar." Vërtet ju do ta shihni Zotin tuaj ashtu siç e shihni hanën. La tudamuna fi ru'yatihi. Pa i penguar njëri tjetrit, domethënë keni me pa Allahun aq qartë. Pastaj autori ka thonë: "Andaj thuaj ashtu siç tha profeti që ta gjesh shpëtimin." Pra thuaj me gjuhën tënde, beso me zemrën tënde se Allahu dhul xhelal do të shihet në ahiret, kështu do të jesh i shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Për shkak të rëndësisë të madhe që ka kjo temë, dietarët i kanë përmend hadithet se Allah do të shihet në koleksionet e haditheve Buhariu, Muslimi kështu me radhë, edhe musnedet që janë. Gjithashtu ka dietarë që kanë bërë libra të posaçëm vetëm për të parët e Allahut apo shikimin e Allahut, që quhen ar-ru'ya, sikur Darimiu, Daraqutniu, Imam el-Ajurri dhe dietar të tjerë. Kjo tregon se kjo temë është temë e rëndësishme, si për besimtarin që me shti me punu për me arrit këtë begati në xhenet, po edhe mi kundështu domethënë grupet e devijume që e kanë kundështu këtë akide. Lutim Allahun dhul xhelal na mundsoj të punojmë për atë ditë ku do të takohemi me Allahun dhul xhelal. Walhamdulillahi rabbil alamin.